Nxënës të nderuar të klasave të gjashta, sot nga lënda e matematikës, do zhvillojmë njësinë mësimore vetit dhe rrjetet e formave tredimensionale. Siç vëreni këtu, kemi disa forma të ndryshme të tredimensionale, gjithsesi 3D, tani do të njihemi me vetit dhe rrjetet e tyre. Pra, në këta vizatime po vëreni se faqet e këtyre formave tredimensionale janë shumë këndësha. Janë shumë këndësha të ndryshëm, 3 këndësha, 4 këndësha, 6 këndësha. Prandaj, pasi faqet e këtyre janë shumë këndësha, këto i quajnë shumë faqesha, gjithsesi poliedra. Përveç formave tredimensionale që faqet i kanë shumë këndësha, kemi forma tredimensionale të cilat janë të rrumbullakta. Tani do të njihemi me secilën prej tyre veç e veç. Pra, format tredimensionale me sipërfaqe të rafshta. Kemi të tilla forma ku bazat, ka 2 baza të cilat janë shumë këndësha, gjithsesi 3 këndësha, 4 këndësha, 5 këndësha, 6 këndësha e kështu me radhë, dhe në këtë rast këta i quajnë prizma. Nëse poliedra, gjithsesi shumë faqe, kanë nga një bazë, ato i quajnë piramida. Do të thotë, piramida dhe prizmat me një emër të përbashkët i quajnë shumë faqesha, gjithsesi poliedra. Tani, kemi forma tjera tredimensionale të cilat janë me sipërfaqe të rrumbullakta. Pra, kemi këtë 3D formë e cila ka 2 baza të cilat janë rrafë dhe pjesën tjetër që është mbështjellësi, dhe kjo formë quhet cilindër. Kemi formë të tillë të rrumbullakët tredimensionale dhe kjo është topi, dhe kemi formën e tretë të tillë tredimensionale që bazën e ka rreth dhe është i rrumbullakët dhe quhet koni. Pra, këta janë trupa të rrumbullakët. Tani të shohim për rrjetet e formave tredimensionale. Këtu kemi një kub, po një kub është i formuar nga 6 katror. Pra, kubi ka formë të tillë që është i formuar nga 6 katror. Po në sa mënyra mund të formohen? Ja këtu siç vëreni, kemi mënyra të ndryshme, janë dhënë gjithsej 11 rrjete të kubeve. Do të thotë nga të gjitha këta rrjete që vëreni, mund të formohet kub. Tani të shohim rrjetin e kuboidit, gjithsesi kuadrit. Ja, do të thotë rrjeti i kuboidit formohet nga 2 baza, të cilat mund të jenë katror ose drejtkëndësh, dhe mbështjellësi që formohet nga 4 drejtkëndësha. Drejtkëndësha do të thotë faqet e përballta të kuboidit gjithsesi kuadrit janë të pothuajshme. Rrjeti i prizmit trekëndor. Prizmi trekëndor, bazat i ka 3 këndësha, ndërsa mbështjellësi përbëhet nga 3 drejtkëndësha. Varësisht çfarë 3 këndësha ka, cilë lloj takon baza, edhe mbështjellësi do të ketë drejtkëndësha të tillë. Rrjeti i prizmit 6 këndor. Bazat e prizmit 6 këndor janë 6 këndësha, po që se është 6 këndësh i rregullt, atëherë prizmi quhet prizëm 6 këndor i rregullt. Ja, 2 baza, të cilët në këtë rast janë 2 gjashtë këndësha, dhe atë që thamë, nëse bazat janë 6 këndësh i rregullt, atëherë edhe prizmi quhet prizëm 6 këndor i rregullt, dhe ai përbëhet nga 6 drejtkëndësha të pothuajshme. Faqet. Kemi rrjetin e piramidës trekëndore. Vetëm një piramidë trekëndore tregon se bazën e ka 3 këndësh. Baza e piramidës është 3 trekëndore, edhe faqet anësore janë 3 këndësha. Do të thotë, piramida trekëndore përbëhet nga faqet anësore që janë 3 trekëndësha dhe bazën që e ka 3 këndësh. Rrjeti i piramidës 4 këndore. Vetëm i tregon se baza është 4 këndësh dhe po që se baza është katror, atëherë piramida quhet piramidë e rregullt 4 këndore. Nëse jo, atëherë është piramidë 4 këndore. Në këtë rast kemi
një piramid 4 këndore, ku baza është 4 orë, ndërsa 4 faqet anësore janë 3 këndësha. Rjeti i cilindrit. Cilindri përbëhet prej 2 bazave dhe mbështjellësi. Bazat e cilindrit janë 2 radhë të cilët janë të posaçme, dhe mbështjellësi i cili është drejt këndësh. Rjeti i konit. Koni përbëhet nga një bazë, e cila është rreth, bazën e ka rreth, dhe mbështjellësi i cili është sektor rrethor. Do thotë është pjesë rreth sektor rrethor. Detyrë. Nxënës të nderuar, në anën e majtë vëreni se keni 3 forma tridimensionale. Në anën e djathtë kemi 3 rrjete të ndryshme. Detyrë kemi që të caktojmë se cili rrjet në anën e djathtë është rrjet i cilës formë tridimensionale. Fillojmë nga forma e parë, do thotë prizmi 6 këndor. Prizmi 6 këndor, bazën e ka 6 këndësh. Do të thotë, nga kjo që vërejmë është, ky rrjet është rrjeti i prizmit 6 këndor. Shikojmë formën e 2 tridimensionale gjithësisht cilindri. Cilindri ka 2 bazat që janë radhë. Nga këto 2 rrjetet vërejmë se 2 baza radhë ka ky rrjet. Do të thotë, rrjeti i cilindrit është ky. Dhe në fund kemi rrjetin e konit, i cili ka një bazë dhe mbështjellësin, sektor rrethor. Ja, ky është rrjeti i konit. Ju falenderit nxënës të nderuar.